Sigur të mos mjaftonin kushtet e vështira të jetesës në kabinat e plazhit të vjetër në Vlorë, banorët po rrezikojnë edhe jetën. Mbrëmjen e të shtunës një njerëz shpëtoi për mrekulli kur një pjesë betoni e shkallës në katin e tretë të ndërtesës është shkëputur. Kalimi në këtë zonë tashmë përbën rrezikshmëri të lartë. Ky që po ndiqni në ekran është një tjetër banor i kabinave, invalid e që ngjitja për në banesë po bëhet një mision i pamundur. Nëse nuk do të shoqërohet nga familjarët e tij, nuk mund të dalë dot në ambientet të jashtë. Po ja, është me familje. Ka nejtur hekur atë poshtë, se i duan të shqit. Hajde, dim, hopa. Dim se... Do të bëjmë gjiro pastaj. Banorët e ngrenë me shqetësim dhe kërkojnë një ndërhyrje nga Bashkia e Vlorës, riparimin e shkallës së dëmtuar. Ata janë të rrezikuar nëse nuk merren masa, por rreziku më potencial është për fëmijët dhe të moshuarit. Shumë fare ja unë do kaloj atje në shi, nuk e di. Do mbajmë bas kësaj që të kaloj atje. Shiko, ajo pjesa e vogël atje, shiko në atë pjesë e vogël, ja aty në anë të murit. Unë po së mbajt atë e kurat, nuk vizdo të jam i së mur. Tani, kam një sugjerim, që të na, mbase na bëhet në një riparim aty, do të përdor sa të merret një vendim që do prishen, apo do prishen se, ashi, në gjendje që jemi aty ne, vallai, na rrezikohen. Shumë fare. Kur ka rënë shkalla aty që është bërë? Mbrëm darkë. Jam mbajtur mbrapa kësaj. Mezi ashtu. Tani sa vite keni këtu? Si, vajtëm këto kanë mbaruar, ja shikoj vetë. Shikoj. Këto Po s'kalojmë dot, s'kalojmë dot parë, ja më të bie ky në shkallë, po të mori lumi mua, pora ky, s'kalon dot. Sa më bërë atë murin anë gjë ta prisim, ajo tha ajo, që ta prisush murin ta, se të loj njeri të kalosh andej, ma ta në andej. Ja, këto. Me dy kalime. S'ka që do. të kalosh andej, ajo thot do vë Chelsea, nuk thot stelon të kalosh ti. Thot ajo që tonë e andej. Ashtu. Që të mbyllim këtë këtu, edhe të kalojmë andej, ajo nuk do. Na shi që do bëjmë. Banorët e kabinave në plazhin e vjetër kanë shumë probleme. Ata janë në hall sa i përket problemeve sociale dhe ekonomike, e sikur të mos mjaftonin këto, u duhet të jetojnë madje edhe mes rrezikut për jetën. Kabinat janë jashtë çdo funksioni dhe standardi të sigurisë, e këtë dëshmon e kjo pjesë e shkallës së katit të tretë, e cila tashmë është shembur. Gabinat e plazhit të vjetër veç kushteve problematike paraqesin rrezikshmëri për jetën e banorëve. Mbrëmjen e kaluar, shkallët të cilat të gjenden sipër janë rrëzuar në një pjesë të tyre duke bërë që rreziku të jetë evident për banorët, por edhe rreziku kryesisht ndaj fëmijëve të cilët jetojnë këtu dhe çdo ditë përballen me këto vështirësi. Institucionet duhet marrin masa me qëllim rehabilitimin jo vetëm të krijimit të kushteve sa më normale të jetesës, por edhe të eliminimit të këtij rreziku.